Mbrëmjen e së enjtes, juglindja e vendit u përfshi nga rreshjet e dëborës. Të shumta kanë qenë ato zona që janë përfshirë nga rreshjet, madje edhe akset nacionale të qarkut. Rreshjet kanë qenë me intensitet mesatar, ndërsa më të dendura kanë qenë në lartësinë mbi 1200 metër, ndërkohë që në fshatin turistik të Dardës dëbora shkoi deri në 7 cm. Aktualisht rreshjet janë ndërprerë, është punuar për pastrim dhe kriposje edhe në akset nacionale që u përfshin nga rreshjet. Borpastrueset kanë qenë në terren në akset Pogradec Qafthan dhe në aksin Korç-Ersek në qafën e Qarit. Gjithashtu, edhe në segmentin rrugor Korç-Panarit, trashësia e dëborës ka shkuar deri në 4 cm, pasi rreshjet kanë qenë me intensitet më të ulët. Edhe në rrugën Lekas-Voskopoj, dëbora ka shkuar deri në 3 cm, por pavarësisht të rreshjeve, duhet thënë se të gjitha akset nacionale dhe rrugët dytësore të fshatrave janë të kalueshme dhe pa probleme. Nuk ka probleme me qarkullimin e mjeteve as në segmentin shtyll Panarit, por drejtuesit duhet të tregojnë kujdes të shtuar dhe në disa zona pjesë të këtij aksi rekomandohen zinxhirët. Gjatë natës ka pasur një rënje të ndjeshme të temperaturave, ndërkohë që gjatë ditës së sotme minimumi dhe maksimumi do luhaten nga -1 deri në 5 gradë Celsius.